kam përshtypjen që ka filluar të zgjerohet një fenomen që unë e konsideroj si ka të bëjë me vetmin. Me vetmin dhe kjo është, besoj, plaga më e madhe për të moshuarit, po të bini re të moshuarit që janë të vetmuar dhe që jetojnë vetëm, e para gjë që i thonë që jam vetëm. Më kanë ikur fëmijët, jam vetëm. Pastaj të thonë problemet që kanë bëjnë me ilaçet, me spitalet, me shërbimin social, etj. Pra, plaga e vetmisë është jashtëzakonisht e madhe. Kjo iniciativë, kjo praktike e mirë e Holandës, e cila si tash mund të jetë vështirë për ta aplikuar tek ne, është me të vërtet një lloj, është një instrument që e zbut këtë vetmi, e zbut këtë plagë sociale nëse do dim ta vëmë në lëvizje. Sepse nga 196.000 të moshuar që janë në nevojë sot në Shqipëri, sipas Instatit, 31.000 prej tyre janë të vetmuar. Pra, kanë shtëpi, kanë pension, kanë hyrje të mira, bile i kanë shumë të mira hyrjet, dhe jetojnë vetëm.